Sot jemi këtu për të inauguruar fushën e shkollës, e cila do t'i shërbej jo vetëm nxënësve të shkollës, por edhe Elite Youth Academy të Federatës Futbollit për të rritur talentin e tyre në këtë fushë moderne. Ky projekt është vazhdim i projekteve të Federatës Shqiptare të Futbollit për përmirësimin e infrastrukturës, për të vënë sa më shumë hapësira moderne për fëmijët tanë, për edukimin e fëmijëve në Shqipëri, një detyrë realisht e vështirë për gjitha kushtet që ka vendi. Projekte të tilla vazhdojnë, projekte të tilla do t'i shërbejnë akoma më shumë të ardhmes së fëmijëve. Unë dua të falenderoj drejtoreshën e shkollës bashkë me stafin e shkollës, bashkinë e Durrësit për bashkëpunimin dhe uroj të kemi bashkëpunime tjera jo vetëm për infrastrukturë, fusha terrene sportive, por për të gjithë komponentët që na ndihmojnë për edukimin e fëmijëve nëpërmjet futbollit. Futbolli shërben për t'i edukuar ndjenjën e sakrificës, shërben për t'ju edukuar frymën e skuadrës, që do të jetë shumë e rëndësishme në të gjithë jetën tuaj dhe pas moshës së futbollit profesionist, kështu që asnjëherë mos u dorëzoni, asnjëherë mos u tërhiqni duke menduar që nuk u bëra titullar në një skuadër, por vazhdojeni edhe. Edhe bashkë. Falënderim shumë i veçantë për ju, president, falënderim shumë i veçantë për gjithë Federatën e Futbollit. Kjo fushë mbyll gjithë ciklin e të gjithë bazës materiale, gjithë terreneve sportive që ofron shkolla. Shumë faleminderit dhe shpresoj shumë që jo vetëm ju, por edhe brezat që do vinë do të kenë një mundësi shumë të mirë për të qenë lider në fushën e sportit. Faleminderit.